Ju falenderoj vërtet, keni lanë një ditë shumë të bukur jashtë për të mbyllur këtu. Shpresoj që ta përligj ajo që unë do them. Sjellja tjetër imja është që zakonisht bashkëbisedoj me njerëzit, preferoj të jem dëgjues i mirë, sepse profesioni kërkon të mbledhësh energji prej të tjerëve dhe pastaj ta shfaqesh në forma të ndryshme. Tek për emrat vetor mua më pëlqen ta çoj tek ti dhe jo tek unë dhe prandaj zgjodha një formë tjetër si një bashkëbisedim paralel. Këtu është përgatitur një slide rrëshqitës dhe ky, për cilin unë nuk do flas, nuk do komentoj, por aty pak a shumë janë format e ndryshimit, të shndrimit, të transformimit tim si person gjatë viteve. Është zjarri, është qyteti, janë librat që unë kam shkruar, janë njerëzit që unë kam takuar dhe kanë ndikuar tek unë. Janë referenca që ndoshta gjatë bisedës edhe mund t'i prekim, por meqense unë nuk kam shkruar tekst, jam përpjekur ta sistematizoj, ta improvizoj në kokë, mendova ta zhvillojmë kështu. Pra aty shohim një jetë në kuadro dhe pastaj unë përpërpiqem përmes fjalëve ta shpreh. Vërtet unë ndjeva i gëzuar ku më propozua kjo temë, thash unë nuk para shfaqem shumë publikisht, është zgjedhja ime, por mendova që ky është rast të them diçka, sidomos për Prushin, sepse nuk kam arritur, fillova të mendoj, me Agronin kur fola, thash po ne në 1915, pra më shumë se 100 vjet, kemi nga një emër shumë i ndritur Yni, të cilin mezi e bëm tonin shumë vonë, Mitat Frashër, Lumo Skëndon, kemi një libër Hi dhe Shpuz, i cili i ka konceptet bashk, dhe fundin eskatologjik dhe fillimin, ose premtimin për një fillim të ri, dhe të kesh një këshill të tillë dhe një mentor të tillë, më shumë se 100 vjet, të kesh temat e pasgjidhura, sepse është kryesisht pyetja e madhe të shkoj apo të rri, që tek Mitat Frashi e gjem këtë pyetjen e mërgjimtarëve, ta lë vendin apo të rri, të vazhdoj të kontriboj, të jem flak për veten, zjarr apo një prush për të tjerët. Mendova që ishte rast i mirë që unë t'i shtoja diçka kësaj teme dhe mundësisht të dëgjoj për jush nëse është e mundur. E kam konsideruar të rëndësishëm sepse pak nocione dhe ndodhi në jetë, si ndodhi personale, mund t'i kenë të gjitha së bashku dhe së paku mua, por besoj edhe ju, nuk besoj që fjala prush ju sjell në përfytyrim vetëm prushin. Bashkë me të është zjarri, si gjendja madhore, dhe ne mendojmë se zjarri është një fillim, do përpiqem ta përmbys këtë përfytyrim, kemi dhe hirin. Dhe një koncept, aty kemi ati biri i shpirti, nëse duam ta çojmë në teologji, kemi konceptin kohë, tek prushi pra, sepse është e shkuara, është ajo që jetojmë e tashmja, është dhe ardhmja. Veshur me këto koncepte në mënyrën se si jetojmë, është ajo që ishim, ajo që jemi dhe ajo që ëndërrojmë të bëhemi. Dhe duke i futur të tri konceptet bashk, fillova të mendoj që zjarri nuk është i kulm, është i rënje, sepse gjuha kthehet në mbrojtësen e mendimit. Jo të gjitha gjuhët, të paktën nga ato që dim prej kulturës europiane, nuk e përcjellin kaq qartë konceptin razjar. Nga ra ky zjarr. Na detyron të mendojmë që erdhi prej diku, pra nuk është produkt ynë
Zjarri ka një origjinë qiellore, zjarri ka një origjinë uranike, pra na vjen nga qielli. Përgjegjësia jonë ishte vetëm ç'do bënim me këtë zjarr. Do e bënim tonin, do dinim ta mirëmbanim dhe do kujdeseshim më shumë për zjarrin apo do kujdeseshim më shumë për prushin që na bën zjarr. Ajo që zakonisht na shkon mendje, madje me mburrje themi që ka një karakter të flakt, ka një karakter të zjarrt, ndërkohë që zjarri në përfytyrimin tim prap nuk është bamirësi ynë, sepse ai vjen me një dypamësi. Ndërton, por dhe shkatron. Zjarrit më shumë i ruhemi për pasojat që sjell, kujdesemi ta kemi nën kontroll, sepse në përfytyrimin e shumë mitologjive, por dhe disa nga poetët më të shquar të shekullit 20, por dhe William Blakeu, e përfytyron zjarrin si një kafsh e hazisur. Forma më e mirë e zjarrit është kali, të cilin nga gjendja e egër duhet ta zbusim për ta futur në shtëpi, për ta bërë banor. Pra ky qiellor që na ra nuk është produkti ynë, na vjen nga jashtë. Por zjarri është si ne, është vertikale nga lart poshtë, është qenia që vdes. Prushi nuk është si ne. Ai që ne mendojmë që është një gjendje ndërmjetme, që mund të shuhet dhe bëhet hi, por dhe mund të ringjallet, përkundër zjarrit, ka një na sjell një përfytyrim si cilësi për asaj që profetët e kanë, pra mund të ringjallet. Ndërkohë që zjarri vjen në tokë kryesisht për të vdekur. Zjarri, siç e nisa me për emrat vetor, zjarri është unë, gjithkohon do të duket, do të shfaqet, është egoja, dhe nëse duam ta përfytyrojmë ose ta sjellim pranë një faze njerëzore, është fëminia jonë, fëminia që do të bëjë gjithçka, fëminia që do të jetë akil, që zgjedh jetën e shkurtër po të lavdishme, mjaft të brambulloj dhe të duket, më shihni mua, në shoqërinë e sotme do thoshim është spektakli. Është gjëja që bëhet thjesht për dukshmëri. Është gjëja të cilës duhet i rrim larg sepse nuk na premton më shumë se sa kaq. Më kujtohet, meqense her pas here duhet ta kthej tek vetja, unë enkas nuk e futa foton. Një nga librat e mi më të dashur, paradoksalisht titulli është Princi i vogël, unë e lexova kur isha i madh dhe bëra shumë mirë që e lexova kur isha i madh, se nuk do kuptoja asgjë. Kur isha i madh kuptova që te ky Princi i vogël i Exuperis, me përkthim të mahnitshëm të Petrozhejit, janë të gjitha gjendjet për cilat unë po përpiqem t'i mbledh bashkë në një mangall, pra dhe zjarrin dhe prushin dhe hirin, dhe tregon që kjo fazë prej zjarri i takon vetëm fëminisë, ku ne bëjmë ëndrat tona. Dhe personazhi vetëm është Princi i vogël, ai është zjarri. Dhe ai kupton që vetëm përmes imagjinatës mund të ndryshojë çfarë, veten e tij, asnjë gjë tjetër. Mbreti, si personazh i gjithë poshtetshëm, por dhe një biznesmen që na shfaqet aty, janë njerëz që kanë humbur zjarrin. Sado që ky përpiqet tua sjell, pra të bëhet një Prometej i vogël, nuk ndizen dot, sepse faza më e vështirë qenë është ta mbar zjarrin ndezur. Në traditat tona, që etnografët dhe etnologët i kanë dëshmuar, e kam dhurat nga profesoresh Afrodita Onuzi, cilën e pyeta para ca kohësh duke u konsultuar, kemi ne tradita të mbrojtjes së zjarrit, të respektit të zjarrit. Dhe ajo më thot dy detaje, më thot një proverb, që ishte mos të shujt zjarrin votër, mos me të shujt zjarrin votër, që ka një distancë kuptimore, dhe e forta e frazologjisë ishte edhe për shtëpi që nuk kam djem, ruaj zjarrin, se zjarri është djali i shtëpisë, për cilin duhet më kujdes. Më shumë për shtypjen rrëfimin e profesoresh Afroditës, për mua ishte kureshtja ime dhe falsaj e kisha, se sot jo gjithmonë mund t'i mbledhe, ishte kujdesi i Zotit shtëpisë pasi mbarojnë ritualet e ushqimit me bisedë fillimisht, pastaj me ushqim si ushqim,
I Zoti i shtëpisë duhet kujdeset për zjarrin e nesër. Secili nga ne me fantazi mund të shkoj larg, ai ndërkohë përpiqet të respektojë të ftuarit, por nga ana tjetër fillon veçon thëngjinjtë e mirë nga ato që nuk premtojnë zjarr. I nxjerr gacat, shpuzat apo prushin mënjan, ato që premtojnë zjarr, merr hirin e ngrohtë, të cilin e pastron siç sitet mielli me hi të pastër, mbulohen dhe prej tij duhet bërë zjarrin mëngjes që shtëpia të jetë e bekuar. Në të gjitha këto shëtitje që ne po bëjmë me njëri tjetrin, po flasun, por unë shikoj sytë tuaj që shpresoj të ketë ende interes. Jam përpjekur që hera herës të përfshi veten në këto tregjendi duke menduar që çdo mosh i ka njëkohësisht të trija brenda. Ajo që besoj tani në moshën dhe në përvojat që kam është që gjendja konstante e njeriut është prushi, nuk është zjarri. As hiri, as ndonjë gjendje tjetër që tham flakruese. Është premtimi për diçka që do të bëjmë. Këtu kam një shok fëminie, Armandin, që më ka gëzuar që ka ardhur, kemi ndarë fëminin bashk, dhe prej ti po nxitem të sjell ndërmend kohrat e asaj vogjelie kur mendonim të bëshim gjithçka. Ne vim nga një trashëgimi mira vjeçare kur njeriu për të kuptuar kush është dhe ç'vend ka, jo në tokë, por në gjithësi, ngrinte kokën lart për të parë xixat, për të parë yjet. Komunikonte me ta, me yjet, dhe për shkak të tyre dinte ku ishte dhe çfarë ishte dhe çfarë bënte. Krijoi guximin që t'i pikturonte në shpella yjet, pra për t'i futur gjithësinë brenda. Sot, për mirë apo për keq, se jemi akoma afër për ta gjykuar nëse kjo është e mirë, njeriu e ka humbur këtë përmas të vështruarit larg. Shef shumë afër, shef veten, shef celularin, zjarri është në shtëpi, yjet na vijnë tek parashikimi i motit. Gjithçka është më afër, ndërkohë që ajo që ka ndodhur është që ne jemi larguar me njëri tjetrin. Duke u kthyer kujtimit të fëminisë, besoj që Armandi t'i kujtohet po aq mirë sa unë, një nga dëshirat më të mëdha të pa kuptueshme në atë kohë ishte të bënim zjarr në Bregdet. Dhe njëkohësisht shihnim, apo jo Mandi, shihnim 3 gjëra njëkohësisht. E para zotësinë tonë që dinim të bënim zjarr. Folja bëj është nga më të mrekullueshmet në gjuhën shqipe, jo vetëm shqip. Është një motor i madh. E dyta të shikonim xixat e zjarrit dhe pas zjarrit ton, pra ishim të Zot, të shihnim dritat e anijeve që ishin të akostuara dhe të lidhura si kuaj, nuk futeshin dot në stallën e portit, pra ishin të lira. Dhe pas dritave të anijeve shihnim yjet. Ky përfytyrim tek unë ka mbetur shumë i gjallë, shumë i fuqishëm, që her pas here dhe më ndihmon për gjetur pozicionin tim çfarë dua. Dua të bëj zjarr, dua të çlidhem dhe tiki, apo dua të mbetem një vëzhgues. Dhe profesioni që bëj është i lidhur kryesisht me vëzhgimin. Por në atë kohë, prap duke ju sjell temës pranë, ishte koha e zjarrit, fëminisë, anijeve dhe qiellit, yjeve, planetëve, ku ne dhe mendonim çfarë do të bëheshim. Dhe 2 dëshirat bazë përveç se futbollist ishte që të bëheshim marinar për të parë dritat e të tjerëve. Ishte dëshira dhe të bëheshim astronaut. Krejtësisht të ndikuar nga koleksioni pullave të postës, cilat ne e mbanim vazhdimisht. Dhe në pullat e asaj kohe unë e kam ruajtur koleksionin, e hapa dhe para ca ditësh, se mos përfytyrimet e mia kishin marrë së koti, pra kishin marrë shumë zjarr, dhe i gjeta aty të gjitha pullat me Sputnikët sovjetik, me satelitët kinez, me Gagarinin dhe qenin Laika, janë të gjitha aty.
Sigurisht njeriu kishte vajtur në hën, por ata që kishin vajtur në hën ishin amerikanë, s'mund të ishin në pullat tona. Dhe kjo ëndra për të vajtur larg, mendoj që gjeti formën e vet më të mirë tek unë, sepse në një mënyrë apo një tjetër qëndroj diku. Kam pasur fatin të bëj një lice artistik në Durrës, prap jam shumë i gëzuar që profesori im ka qenë tek artet grafike, profesor Dashamir Gurabardhi, është me ne sot këtu, sepse ndajmë kujtesen, po ndajmë dhe vërtetësinë. A ka ndodhur vërtet kështu, si formë e verifikimit. Dhe ne si fëmijë shkonim shpesh, e kishim njëri tjetrin përballë. Durrësi kishte privilegjin të ishte mbase i vetmi qytet gjysmë nudist në Shqipëri, sepse njerëzit zhvisheshin mes rrugës dhe askush s'ia merrte për keq. Në një qytet tjetër mbase ishin masat jo të lehta disiplinore. Ne kishim normalitet. Megjithatë, kjo nuk mjaftonte, duhet shkonim në studiot e liceut ose ndomat ku punonin për të parë si është trupi njerëzor, por kuptohet ishim dhe pak të stërvitur se në muzeun e qytetit kishim parë skulptura nudo, fal antikitetit, gjë që institucionet fetare më vonë e mbuluan. Dhe mendoj që një nga struktura, le të themi, një nga kapsulat e ndodhive më të mira në jetë ka qenë qyteti ku linda, Durrësi, i cili nuk të mëson si ti fillosh gjërat, sepse është qyteti që ka filluar gjërat, ka 3000 vjet. Po të mëson me qetësi si ti vazhdosh gjërat. Agroni jeton aty, besoj që këshilla e vetme që jep ai qytet, nuk po improvizoj tani, e kam prej kohësh, është jeto qetë, po përpiqu mos shkëlqesh. Pra bëu si gjithë të tjerët. Jeto mirë, nuk lejohen xixat, vezullimet, ose nuk mirëpriten, ose nuk lejohen. Dhe të lindurit dhe të rriturit në një qytet, unë kam ikur vonë nga Tirana, nga Durrësi, ma ka dhënë këtë gjendje prushi, prit kohën tënde për të bërë zjarr, kënaqur që ke ruajtur ngrohtësinë, kënaqur që mund të japësh akoma, kënaqur që mund të shërbesh për të tjerë. Kapsula pas qytetit, jo rastisht aty del amfiteatri i vendosur pas zjarrit, është mendimi që një albanolog i shquar Shuflaj, kur mendonte për qytetin dhe shkruante për qytetin, ka thënë diku, me qenë se qyteti ka ndëruar shpesh vend ngulim, nga kodra në fush, pastaj është vendosur, është një qytet i riq që mblidhet dhe hapet prap, Unë do të thosha pa e kundërshtuar, ashtu është, por është një qytet Feniks. Është një qytet që realisht ka lindur jo nga prushi, por nga hiri vet. Rrallë do gjejmë qytete në Shqipëri për të mos e tepruar me lokalizëm, sepse unë mendoj që është i vetmi. Qytet që ka të tillë vimësi dhe të tillë rilindje, që mund të ketë mbajtur pa u bezdisur barrën e shumë qytetërimeve të rënda. Nuk është e lehtë të kesh fqinj Athinën, nuk është e lehtë të kesh përballë Romën, nuk është e lehtë të krijosh pothuajse njëkohësisht me ta, nuk është e lehtë të kesh legjenda themelimi në përfytyrimin tim artistik më të bukura se sa Athina dhe Roma, sepse është nga qytetet e vetme që mitin e themelimit e ka të lidhur me artet, e ka të lidhur me estetikën. Athina e ka mbi konkurimin, Athinaja dhe Poseidoni konkurojnë kush do ta ketë qytetin, njëri ka kuajt, domethënë pushtetin, tjetri ka begatin sepse ka u lind. Roma lind nga natyra dhe nga njeriu, po jemi në fazat fillestare, natyra ulkonja ushqen njeriu. Dhe kemi vrasje. Në mitin e themelimit Durrësit nuk kemi vrasje. Janë dy vëllezër binjak, njëri pajisur me flaut, me fyll, për cilin nuk kam mësuar në lice. Njëri ishte arkitekt, ndërtues, dhe me forcën e estetikës, pra të artit, ata ndërtojnë një qytet. Pra, kjo e bën shumë të veçantë, jo për të mburur, po për të kujdesur
për këtë pasuri të madhe që ne na ka rënë, për këtë prush dhe hi që vazhdimisht ringjallet, për këtë ndërmjetësi që futet mes kulturave, duke u asimiluar, por dhe duke u pasuruar me njëra tjetër, me kulturat e tyre, duke u futur mes besimeve, sepse është një qytet që i ka përballuar dy format e besimit krishter dhe besimin muhamedan, një qytet i multikulturalizmit, një qytet i multilinguarizmit, pra flitet lingua franca, pra nuk ta merr njëri për keq nëse fut një italianizëm ose një fjalë tjetër të marrhua, sepse ajo dëshmon marrëdhënien, jo gjë tjetër. Dhe mendoj që kjo ka qenë një nga strukturat më të fuqishme, por që pa ndjeshëm dhe pa dhunë ka ardhur ke unë për të ndërtuar në një formë cilën ju her pas here shihni të shfaqet aty. Struktura tjetër, po kaq ndikuese tek unë ka qenë liceu artistik. Mësuesja ime e letërsisë, e cila dhe emrin e kishte si një ndëshkim në tingëllim, por që po të hym etimologjisë është nderues sepse lidhet me dikterin, lidhet me diktuesin e madh, me poetin, e cila unë atëherë i përfituroja si ndëshkime leximet e detyruara, por ajo që më detyronte, pra mësuesja, detyronte të lexoja klasikët francez dhe anglez, pra letërsi për të pasur jo pak zili sot, qoftë nga stili, qoftë nga thellësia e mesazheve që ka dhënë, dhe instrumenti për cilin unë kam studiuar, flauti, ka qenë po kaq afër përfiturimeve tona që po themi zjarri, prushi dhe hiri. Gjë që më ka mësuar si edukim i but ky instrument, fryme e theksoj, është që është i lidhur me shpirtin. Pra, veprimtaria shpirtërore është një gjë domethënëse për njeriu. Materia më njanohet, trupi vihet në shërbim të frymës, ti duhet t'i japësh, flauti është një instrument i vdekur nëse do ta lëshoja këtu. Ai pret ringjallet nëse i fryn. Pra ti jep diçka së brendshme. Pa u keq kuptuar se i dua të gjithë instrumentet, por nuk ka të njëjtën ngrohtësi një instrument fryme në përfytyrimin tim modest, se sa një instrument harqesh me cilën bëhesh trup, po akoma shpirti nuk është. Pra nuk e jep ti nga brenda. Ajo që më mësoi ai lice dhe mirënjohja e pashuar do t'jetë, derisa kam arritur në këtë moshë dhe vazhdoj kujtoj mirë dhe me nderim ndaj mësuesve, profesorëve të mi, është ajo mbyllja në një klasë më vete, si kjo derë, po vetëm se kishte një dritare, pra ishim të vëzhguar që po bëne, ishte si çfarë do bësh ti me vetmin. Një gjë që sot ne nuk e përballojmë dot. Ne nuk dim të bëjmë asnjë gjë me vetmin. Në çdo sekond kërkojmë tjetrin sepse kemi një pamjaftueshmëri duke i pasur gjitha. Sot bota është e pasur me sende sa kurrë ndonjëherë, dhe prapë ne nuk jemi të kënaqur me ato që kemi sepse diçka tjetër ndihet bosh. Mua i lice më mësoi pra që të bëj me vetmin, pra si ta gdhendësh këtë trup, të japësh një formë dhe si mund ta quash. Më mësoj të jem solist kur duhet dhe pjesë orkestrës kur duhet. Të bashkëndaj tingullin tim që humbet bashkë me të tjerët për të prodhuar vetëm një notë pastër, të intonuar nga dirigjenti që na kontrollon në kuptimin e kërkimit për përsosmëri, jo të arritjes përsosmërisë. Dhe pjesë e këtij edukimi, që është prapë zjarri, prushi dhe shuajtja, është dhe raporti me fjalën dhe heshtjen. Pra, ti mund të rish në një orkestër, aq sa është një simfoni, po themi 30 minuta, dhe të bie vetëm një tingull të luash. Ndonjëherë shikojmë një instrumentist që rri gjithkohon kështu i ngrirë në pritje të momentit vet, dhe ai duhet të shpërthej pikërisht në momentin e duhur, se ndryshe ai ka dështuar të gjithë përpjekjen. Ky është prushi. Njeriu që pret momentin të lëshojë atë tingullin e pastër dhe prej tij të rilind zjarri.
Pra kjo vertikale që ne thamë vjen nga lartë poshtë për të vdekur, ndërkohë që prushi është e gjithë domethënia e asaj, shpresa, për më shumë se sa shpresa, se shpresa një ditë nëse nuk vdes themi ne, mendoj që lodhet. Dhe nëse lodhet dorëhiqet, thot Bolt. Më shumë se shpresën unë tek prushi shoh mundësinë. Pra, mund të lindë zjarr. Kënaqësia shumë e madhe është si do të kujdesemi në të gjitha rrethanat ku ne jemi. Prindër, shok, koleg, pedagog, blerës diku që blejmë diçka. Si kemi mundësi të japim ende çfarë? Atë që ka prushi tipar, ngrohtësinë. Nuk ka ndonjë tipar tjetër. Po ngrohtësia na vjen bashkë me pak ndriçim të brendshëm, që nuk tremb. Nuk është zjarri që edhe me proverb themi zjarri duhet me net larg, uji duhet me net larg edhe shteti duhet me net larg. Prushi është ai që mund ta mbash dhe në dorë dhe ta çosh diku për të shpresuar të ndizet zjarr. Mbase jo rastësisht, siç është gjendur pozicioni kozmik i tokës midis shtysës tërheqjes për të mos rënë në boshllëk, është gjetur dhe temperatura njeriut. Njeriu ka një temperaturë sipas meje prushi. Kjo bën jep mundësinë të vras atë që duhet vrarë tek ne, tek unë, që është kryesisht molepsia. Dhe për të lëshuar çfarë? Për të transmetuar dhe kur japim dorën ngrohtësi. Edhe fjala ka temperaturën e vet, siç ka njeriu gjendjen e stabilizuar, themi ke 36 e pak. Po ne pak kujdesemi çfarë fuqie ka fjala. Ata që merren me matjet eksakte të tingullit na japin me hertz, që ndotja akustike ka kaq hertz. Po ne mendojmë që ndotja është ajo që të tjerët krijojnë. Ndotja është edhe ajo që ne krijojmë. Fjala e vrazhd është zjarri, të djeg. Gjithmonë harrojmë që me butësi duhet t'i qasim njëri tjetrin. Atë nuk e kam si këshill etike, aq më pak moralizuese, por një lloj si zjarri, mendoj që shoqëria jon, sidomos shoqëria që kemi, ka nevojë për pak më shumë mirësjellje. Unë ndoqa para pak ditësh me kureshtje dhe jo pa një tundje koke mirë, nismën e zotit Macron, që dhe Britania po e përkrah, për t'u alarguar adoleshentëve celularët. E di që është një akt i vonuar, sepse më së paku 2 breza u dogjën nga ky zjarr, jo se mjeti është i dëmshëm. Me sa di, pothuajse gjitha mjetet njeriu i keq përdor. Është te kalimi, ajo këshilla që ne na vjen dhe nga librat e shenjtë, teprimi është ai që prish, jo përdorja, çdo gjë është krijuar për ne. Dhe e gjithë kjo mbyllje ne na ka dhënë të kuptojmë që mbase duhet të kthehemi tek ai zjarri që prodhojmë vetë, ai është një instrument i shtuar në dorën tonë. Mbase duhet të fillojmë të mendojmë pak më gjatë, pak më mirë se cilat janë profesionet që mundet, jo aty ku na detyrojnë. Unë kam vajtur në lice artistik, se ashtu ishte dita, ora e mirë e prindërve, dhe sot u jam mirënjohës pafund, them ku ishte ky sahat i mirë që ju më quat në aty ku zdeshat jem. Thash, të heqësh një fëmijë nga fusha e lojës dhe nga bredhjet e ta fusësh një disiplinim, ajo është një shkollë urdhrash, është një shkollë urdhrash ku të detyrohet luash muzikë me një kohë caktuar, mos dil nga ritmi, pra është një lloj militarizimi i artit. E kam gjykuar keq, por sot jam mirënjohës pafund atyre prindërve, por të tjerë si ju që jeni student ose po shkolloheni dhe keni në dorë ende të zgjidhni profesione, do të thosha që ku mund të jetë një profesion prej zjarri,
nuk e di cili është përfytyrimi juaj që cili zjarr, po janë profesionet frymëzuese mendoj. Po, shkrimtari dhe artisti jashtë profesionet, se nuk është profesion, është prej zjarri. Por gjendja krijuese nuk është prej zjarri, është një moment, prushi është, pra të lind ideja, dhe pastaj të duhet kohë ta stabilizosh, ta shkruash. Por dhe një mësues i mirë është prej zjarri, sepse ai frymëzon. Një pedagog i mirë është prej zjarri. Një mentor i mirë është prej zjarri. Çfarë mund të jetë prej prushi? Një profesion. Unë them që mjekët, jo doktorët, mjekët, ai që të mjekon, ai është prej prushi, sepse është e vazhdueshmja, është i përditshmi, është ai që të jep këshilla. Cila është mirëqenia jote? Çfarë duhet të shmangësh si të tepërt? Profesion prej hiri nuk po i klasifikoj si të nënrenditura cili është më i miri, janë horizontal të gjithë. Si profesion prej hiri do mendoja atë profesion që lidhet me fundin, që mund të jetë një historian. Kemi profesor Rigelsin këtu, mund të jetë një etimolog, pra kur procesi ka mbaruar dhe ne japim shpjegime, mund të jetë një arkeolog, kur historia e ka bërë punën, dhe shtresat arkeologjike dhe shtresat si pllaka gjeologjike ruhen më së miri edhe në kujtesën tonë dhe thjesht duhet mbajtur kjo ngrohtësi. Shpresoj që nga gjithë ajo që isha përpjekur nga rrëmuja e madhe e 3 gjendjeve madhore, që mendoj se janë brenda njeriut, të kem arritur të shpreh një pjesë sa do të vogël që të meritoj vëmendjen tuaj. Unë kam përfunduar këtu. Faleminderit.